ose një fyrje, që nuk është se më bënë përshtypje, se e kom kalu frutën këtë pjesë, po ideja të çmimit është nëse kërkon banesë në afër katedrales, ti blen pozicion. Nuk është ideja që po blen mure. Tash nuk mund është bash qash letë dhe qash thjesht. Për shembull, aki dikon që e ka, ndoshta është student, vetë jam konë, vetë kom kalu në krejstu, jeton me qira, e kini pagë nashta mesatare, nuk mund është me sinu me ble për unë 200.000 euro. Është pak e pa mundër. Dhe me thonë, këto prona shitën zakonisht dikush që e ka një biznes, ose ka të hyra, ka gjatë mira pe i punës që e bën. Po zakonisht, them janë senior, jo junior. Tash, për këtë pjesën tjetër është ma e pranushme një banesë ma në periferi, e cila ka fletë poseduse, dhe cila mundet me u shfrytzu si hipotek në bankë dhe mundesh me marrë kredin. Me thonë, sot nuk është shumë vështirë me ble banesë. Po, përbes nëse pretendon qendrën, falë qendrë është trajt. Nuk mundet gjithkush me ble aty. Në Lakrish, ku i mba këtu ka 20-30 katë, nuk mundet bash gjithkush me ble banesë aty. Po e blenë. Dhe me thonë, ka që e blenë. Na qesim prona që janë 200, 300.000, 400.000 euro, po shitën. E blenë dikush që është në Amerikë, që e ka një biznes që i ka, për shembull, qarkullim mujor milionsh. A e blenë. Po dikush tjetër së në blenë. Tash, se me thonë, edhe në blerjen e telefonave, ta determinon sa pare i kiti dhe sa mund është me investu në telefon. Qa do që blenë, ta determinon fushia jote financiare. Nuk ka faj tregu. S'kem faj asni. Apo preferohet të jetohet më në periferi të kryeqytetit për shkak të trafikut që bëhet çdo det? Une kom jetu në Mëshirë, 2-3 mujtë e fundit kom dalë në periferi, në Vetërnik. Është personale, nuk do me thonë që është ashtu, pe jap idin teme. Dalimi veç të ajri, sa është, do me thonë është jashtëzakonisht i madhë. Në Mëshirë ku jam konë, me periferi, do me thonë të zona e Albi, Mallit, Gorenis në atë pjesë. Nuk mund është me marrë me men, qëfar dalimi në ajer ka. Tash, prap kjo po them është personale, dikush e do periferin më shumë, dikush do mësme dhe iskerën të njavën, me shku kam punë, ose me bicikl, me shku në market, barnature, krejt mi kry kam, kjo është, si me thonë, personale, po natyrisht që çmimi ta përcakton të ke fundit ku po donë me shkute. Çmimet... Edhe varësisht kush e blenë, apo e blenë për biznes, apo e blenë për familje. Familje zakonisht po, dalin. Në atë rrethina ka barnature, sa është mjeku largë, sa shkolla largë, sa është kopshti largë, ako park ofër, kjo është ideja. Çmimet okazion, sa janë reale në patundshmëri, a janë të vërtetë?